puna që bëhet tani në zyrën Kosovë. Tani më kemi klienta në absolutisht në gjitha kontinentet e botës. Tani më kemi bën një marrëveshje me Google. Në Amerikë kom dalë për shkollim, në fakt, atje kur kom shku mas pari ka qenë ideja gjithmonë për më u kthy, edhe bisedën e parë që kom pas edhe me prindër është që kur kam qenë ajo momenti që kom u kthy. Kthimi jam fizik ndodh thuja 1 herë, 2 herë apo edhe 3 herë në vjet, që jam në Kosovë, po e rëndësishme është që kontributin që ofron njeri për Kosovën dhe për vendin e vet, cilën me domos e bëjmë me shumë zemër, me shumë dëshirë. Tani mua dhe kompania është në Kosovë që një kohë shumë gjatë edhe rritja dhe zhvillimi i kompanisë përmes Kosovës edhe në Kosovë. Tani është edhe esenciale për neve, që është mundet edhe më vrejt tani edhe në zyrët e reja kemi ndërtu në Prishtinë. Kompania ofron operacione teknike për gjitha llojet e industrive, prej zhvillimit të CRM-it, sistemeve të mirëmbajtjes dhanave, magazinave, pagesave, telefonisë, marketingut e shumë gjëra tjera që përfshihen krejt me një platformë e cila thirret Core. Emri kompanisë Core në fakt nuk ka qenë prej fillimit, ka ardhur muj me thonë edhe shumë vonë tani që 2 vjet. Arsyeja është për shkak që përpara kur ka qenë kompania dhe Social Plus, ajo ka qenë fokusuar në ndërtimin e servereve custom, domethënë specifike për industria apo bizneset ndryshme. Kurse kur e kemi pasur që non-stop kemi kërkesa të afërsisht njëjtë apo bizneseve të ndryshme, e vendosëm me bën një qendër, një kompani qendër që gjitha platformat vendosën në një vend. Edhe erdhi ideja anglisht fjalës Core, por ideja ka se çush me lidh me Kosovë. Edhe e vendosëm ngjyrat normale të Kosovës, cilat edhe ishin në logon e kompanisë dhe në gjitha vendet i kemi ngjyrat e Kosovës. Kurse Core, për me majtë qendrën, për me jap nuancën e Kosovës, e ndrum C-jen me K dhe e bëm K-O-R-E, që i vjen Kosova Republic Company, core.co. Edhe aty erdhe dhe kjo ide, edhe tani po shohim që ky pëlqen dhe po është lidh me majtë men, ky pëlqen gjithve, edhe në Kosovë, po edhe në Amerikë dhe gjithkohë nëpër botë. A kom besu, në fakt, e kom qitë qëllim edhe një diçka tillë që e bëj me shumë pasion dhe me shumë zemër është për shkak që qëllimet e mia që i kom vendosur dhe cilat edhe i kom të shkruara se kom filluar një diçka tillë shumë herë. Se nëse vendosi një diçka me krye dhe me përfundu, e shkruaj. Edhe arsyeja pse e shkruaj është për shkak që besoj me shumë zemër dhe veproj rreth atij qëllimi gjithkohën. Edhe e rëndësishme gjithmonë për mua nuk ka qenë a kam qenë suksesshëm apo jo, po si me arrit ai rezultat. Edhe ka shumë shpesh që ka ditë që nuk janë ndoshta më të mira, po ka edhe ditë që janë shumë të mira, po derisa e marrim nivelin e qetësisë, atëherë normal që arrihet. Kemi pas edhe problemet brenda kompanisë që kam pas problemet e veta që çdo kompani tjetër i ka, cilat prapë po them me qetësi e kemi arrit me të kalu. Po e mira është që fokusi ka qenë gjithmonë në qëllimin që e kom pas fillim, po edhe gjithë ekipa e ka pranuar. Edhe kjo ka qenë njëra prej arsyeve në fakt të suksesit deri tanishëm, po unë mendoj që prapë suksesi tanishëm është aq i vogël me ato se çka synojmë me arrit. E rëndësishme e krejt kësaj që komplet puna që bëhet me ardhur prej Kosovës, prej ekipës Kosovës, me nuanca ngjyrat Kosovës edhe me pas prezantimin e Kosovës në gjithë botën. Domethënë që ajo është njëra prej qëllimeve kryesore, edhe pyetjes më herët që ma bënë që kthimit në Kosovë. Kthimi më i mirë jam në Kosovë në jetë është kontributi këtë mirë për Kosovën dhe me Kosovën. Pjesa tjetër e rëndësishme është që puna që bëhet në Kosovë, me vdemin e fundit që kemi bërë tani më në qershor të këtij vitit, e kemi marrë edhe një kompani tjetër që kemi arritur në fakt me mbërrinë të gjitha kontinentet e botës. Të puna që bëhet tani në zyrën Kosovë edhe produktet që bëhen tani më kemi klienta në absolutisht në gjitha kontinentet e botës, të përfshi Australinë, Afrikën, Azinë edhe Amerikën e Jugut, normal Evropë dhe Amerikë. E mira kësaj që zhvillimet e produkteve tani më që janë të pranueshme për treg, janë të suksesshme në treg, edhe zgjerimi i tyre tani më është eminent në çdo ditë, çdo muaj që po kalojmë. Fakti që Kosova tani më është kriju si qendër edhe me kompani ndryshme që bisedoj edhe i tregoj që kompania jonë pjesa tjetër e zyrës është në Kosovë,
e ka një qasje shumë pozitive, ndaj kësaj se tani më veç e ka kriju Kosova një emër që është tech hub, është qendër e teknologjisë. Kjo është e vërtetë që rinia jonë edhe njerëzit e Kosovës në fakt e kanë përkushtimin edhe njohurinë për me kriju produkte të tilla. Kjo nuk ka ardhur prej ndaj strategjie shtetënore apo strategjie shoqërore, kjo ka ardhur në baza individuale. Qysh edhe shumicën e gjanave na i bëjmë baza individuale si popull, po megjithatë tani më ka krijuar një magnitudë shumë të madhe, e cila me punën që është u bë, jo vetëm për kompanisë tonë, po edhe për kompanive tjera që operojnë në Kosovë ose i kanë zyrët në Kosovë, janë tepër suksesshme edhe është storje tepër e mirë e suksesit për Kosovën. Disa për bashkëpunive më të fundit që i kemi bërë, tani më kemi bërë një marrëveshje me Google, normal, donat me përmend Google se është një për kompanive më mirë në botë. Kemi bërë një marrëveshje shumë të mirë me ata, domethënë ajo vjen te reservation system, është rezervimi i tavolinave për restorane apo për biznese ndryshme, appointments, dentista apo donat ndryshme, po kjo lidhet direkt me Google Maps. Domethënë kur shkon te Google Maps edhe ki atë pjesën e reservation, aty kur e klikon ajo në sistem aty del që në partnership with Core. Kjo është një bashkëpunim tepër i mirë, që në fakt prap nëse e klikon aty e merr historikun e kompanisë e cila del që është prap diçka në Kosovë. Tjetër është Uber Eats, është një kompani gjithashtu prestigjioze dhe me ata kemi nënshkruar një kontratë, e kemi me Grubhub, janë me disa kompani rreth industrisë, restoraneve, hoteleve e tjera. Atëherë edhe një bashkëpunim tjetër që e kemi që është shumë i rëndësishëm, në fakt është me një produkt tjetër joni që është prapë pjesë e kompanisë Core, është Smartboxi, për programimin e qelësave të kjerit apo makinës, me makinë kur të humbë qelësi apo ke nevojë për një qelës tjetër, ti shkon te autosalloni dhe kërkon që me marr një qelës të ri, e përdorim produktin ton. Në mia vende të ndryshme përdoret tani më edhe në për dyqanet ndryshme në Amerikë, ofrohet ky shërbim përmes aparaturës tonë. E një marrëveshje tani më që e kemi bërë është me një kompani që thirret Asa Abloy. Asa Abloy është një kompani shumë e suksesshme në botë në pjesën e security systems, posaçërisht edhe te makinat. E kemi bërë një marrëveshje me ta dhe ajo është një marrëveshje afatgjate që ata do të na plasojnë në tregun fillimisht amerikan në pjesën e tyre që e kanë, por edhe në pjesën e Evropës edhe në pjesën tjetër të botës, por shumë janë sa ajo kompani nëse nuk jam gabim është holandeze. Dhe ajo është shumë e madhe, po edhe shumë kompani tjera më të vogla që bëjmë në fakt marrëveshje non-stop me ato, për shkak se pa ato marrëveshje, pa ato bashkëpunime dhe partnerships që duhet me i bë, është normale vështirë me ecë përpara vetëm vetëm. Po produktet tona, kjo i bën që po pranohen shumë mirë, edhe jo vetëm po pranohen, edhe po shfaqin sukses shumë të mirë për bizneset të cilat po i përdorin ato produkte. Prapë ndërtuar në gjithë në Kosovë. Çka ju them trive që jetojnë diasporë, apo dhe dalin diasporë, ideja është që dalja në diasporë nuk është për vetëm me pas një jetë më të mirë. Për shkak se jetën më të mirë tani më Kosova ta ofron një jetë edhe luksoze në fakt, nëse është e nevojshme. Por qëllimi i jetës dhe kontribimi i daljes për Kosovë, i daljes në diasporë apo jashtë, siç thojmë ne, është se ajo që mësohet atje duhet me u plasu definitivisht te shoqëria apo familja në Kosovë. Kjo ndërdije ndodh tek gjithë ne. Ndodh tek gjithë ne edhe në baza personale, brenda familjes, por është e paevitueshme sasia e kontributit që ju ka jap Kosovës prej trive që kanë dalë jashtë, janë kthyer dhe kanë kontribuar për Kosovën, kështu që definitivisht mesazhi jam për gjithë ata është që kthimi i tyre në Kosovë e tjetë bile me një njohuri më të vogël që kanë për diçka tre që e kanë mësu, të ndajnë me kolegët e tyre këto, me familjen, me shoqërinë në Kosovë, sepse e vetëm një mënyrë që vendi jonë shkon përpara është duke kontribuar në këtë mënyrë.